Ne sapo dolëm nga mbledhja e kryesisë, në të cilën nuk patëm një dakordim për sa i përket pikave të rendit të ditës. Në fakt kishim një propozim të përgjithshëm për pikat, por që pastaj kishte edhe propozime për renditjen e pikave të rendit të ditës dhe në ndërkohë që nuk patëm konsensus dhe si të tillë u përcjell ky rendi i ditës për në seancë dhe ku duhet të votohet për renditjen e pikave të rendit të ditës. Me këtë rast dëshiroj të them që është vërtet për keqardhje që Kryesia e Kuvendit nuk arriti të gjejë një kompromis si mungesë e një fleksibiliteti nga grupi më i madh parlamentar në kryesi, për të pasur një renditje tjetër. Edhe nganjëherë është shumë fatkeqësi të shohësh grupe të mëdha të forta që kanë numrin e votave dhe që mbi votojnë në mbledhje të tilla, që të mos jenë fleksibile kur vihet në pyetje vetëm një renditje. Por me gjithë respektin ne kishim mbështetjen tonë për sa i përket rezolutës dhe ishim fleksibil për sa i përket renditjes së pikave të rendit të ditës. Është tepër e rëndësishme që të gjithë sa kuptojmë se gjykata kushtetuese ka dhënë afate të qarta dhe normalisht që për t'i mënjanuar zgjedhjet edhe për t'i dhënë zgjidhje vendit dhe institucioneve të Kosovës, duhet që seriozisht të bëhen diskutime intenzive me qëllim të daljes nga kjo situatë dhe për t'i dhënë vendit një president. Ne presim që bisedimet të jenë gjatë ditëve të mbetura për aq kohë sa vendi duhet të jipet president dhe presim që të ketë intensifikim të tyre. Tani varet nga ata që kanë maksimumin e votave, por që rreziku është shumë i madh edhe që të shkohet në zgjedhje në mungesë zgjidhjeje. Dhe këtu kur flasim për këtë, flasim gjithmonë duke pas parasysh se kush e ka numrin më të madh të votave dhe pa vullnetin politik të tyre nuk mund t'i jepet zgjidhje vendit dhe as mund të zgjidhet president. Ju e dini që ne si grup parlamentar kemi propozuar një seancë të jashtëzakonshme dhe ku kishte diskutim prej 9 orësh për rritjen e çmimit të naftës dhe efektin zinxhiror që kishte në të gjitha çmimet. Kjo rezolut tani është si rezultat procedural i mos votimit në seancën e kaluar për shkak të mungesës së korumit, është i paraparë në seancën e ardhshme që i bie të premten. Gjithsesi presim që kjo të vihet në votim. Për mbështetjen, dua t'ju them që ne si nënshkrues të kësaj thirrje të seancës së jashtëzakonshme, do t'jemi aty për ta votuar këtë rezolut, por varet edhe nga partia më e madhe që ka numrin më të madh të votave. Por gjithsesi duhet thënë që kjo rezolut i bën thirrje qeverisë për të marrë masa konkrete për uljen e çmimit të naftës. Rekomandimet janë shumë të thjeshta, janë 3 pika të thjeshta që bëjnë thirrje për intervenim në uljen e tatimit akcizës dhe po ashtu subvencionimit të bujqëve dhe sektorëve të tjerë që kanë të bëjnë me produktet bazike. Nëse për këtë nuk ka mbështetje dhe nuk ka vota vetëvendosje, unë nuk e di në këtë krizë ekonomike për çka duhet me pas vota. E nëse nuk e ka për uljen e çmimit të naftës, le ta shohin qytetarët vetë dhe le ta vlerësojnë vetë, po dhe le ta vuajnë vetë. E ajo është fatkeqësi në fakt për secilin prej qytetarëve dhe posaçërisht për mbështetësit e grupit më të madh parlamentarës ose partisë më të madhe. Ju e dini që në parim ne si Lidhje Demokratike e Kosovës, përkundër faktit që jemi në opozitë, kemi përkrahur marrëveshjet ndërkombëtare. Normalisht që kemi pyetje për marrëveshjen e parë, por kjo do të jetë pjesë e seancës edhe do të shohim edhe sjelljen e tyre edhe për pikat e rendit të ditës tjerat, edhe për rezolutën që ka të bëjë me naftën. Ne jemi këtu për t'i përkrahur gjithçka që është e mirë për vendin dhe ku qytetarët janë përfitues. Për bordin e paqes ne në parim e kemi mbështetur edhe të qenurit pjesë si shtet, edhe për aq kohë sa ne nuk kemi marrur një dokument të tillë në dorë, do ta shqyrtojmë me kujdes edhe do të shohim edhe implikimet që ka kjo marrëveshje për qytetarët e Kosovës, por edhe për vendin tonë dhe formacionet tona institucionale.
Jo, absolutisht, këto janë dezinformata. Ju keni marrë deklaratën zyrtare dhe të kryetarit Abdigjiku, i cili ka qenë prezent në negociata dhe i ka bërë këto negociata. Ne jemi të bindur edhe të gatshëm të japim kontribut në këto takime, me dëshirën më të mirë për t'i dhënë vendit zgjidhje, por çka do që diskutohet jashtë asaj që ne japim deklarata zyrtare janë vërtet dezinformata dhe nuk e di se kujt i shërbejnë.